tij e pikëlluar. Zejnul Abidini ishte i njohur për bamirësinë ndaj nënës së tij. Ai ishte aq i vëmendshëm ndaj nënës së tij sa që njerëzit i thanë: "Ti aq shumë po bën bamirësi ndaj nënës tënde, sa që kemi vërejtur se ti as nuk ha ushqim me të nga i njëjta enë." Ai u përgjigj: "Unë kam frikë se mos më shkon dora te kafshata të cilën ajo e ka shikuar me sytë e saj, në mënyrë që ashtu të mos tregoj mosbindje ndaj nënës time." Ka thënë Amr ibn Osman el-Meki. Allahu i plotfuqishëm i ka qortuar besimtarët të cilëve ju ka mbaruar durimi në fe, duke u kujtuar atyre fjalët e jo besimtarëve, idhujtarëve, të cilët patën thënë: "Shkoni dhe bëhuni të durueshëm pranë zotave tuaj." Surja Sad 6. Ky është një paralajmërim i qartë për çdo musliman, të cilit i mungon durimi në rrugën e Islamit. Suvejd ibn Gafele ka thënë: "Melekët shkojnë përpara çdo xhenazeje dhe thonë: Vall, çfarë ka përgatitur ky njeri për ahiret?" Kurse njerëzit që qëndrojnë pas tij thonë: "Vall, çka lën ky pas vetes nga pasuria e dynjas?" Një burr i tha Fudail ibn Bezvanit: "Filan dhe filan musliman të kanë përfolur ty." Fudaili u përgjigj: "Në këtë moment, unë do të dëshpëroj atë që i ka urdhëruar. Unë i lutem Allahut që ta falë vëllain tim që më ka përfolur." Burri e pyeti: "E kush është ai që i ka urdhëruar?" Ai u përgjigj: "Ai është shejtani mallkuar." Ishte pyetur Muhammed ibn Fadl el-Belhi: "Cilat janë shenjat e mjerimit dhe vuajtjes?" Ai ishte përgjigjur: "Ka 3 shenja të mjerimit dhe vuajtjes: zotërimi i dijes pa vepra, bërja e veprave pa sinqeritet ndaj Allahut, shoqërimi me njerëz të mirë dhe të devotshëm, duke mos treguar respektin e merituar për ta." Ka thënë Ebu Sejd ibn el-Arabi: "I shkatruari më i madh është ai që paraqitet para njerëzve me vepra të mira, kurse në formën më të shëmtuar me mëkate paraqitet para atij i cili është më afër se damari i qafës së tij." Muhammed ibn Sirini ka thënë: "Pa drejtësi ndaj një vëllai musliman ka bërë ai që ja përmend atij gjërat e shëmtuara që di për të, ndërsa e hesht çdo të mirë që gjendet tek ai." Është thënë: "Nëse i keni 7 cilësitë më poshtme, trupi dhe zemra juaj do të pushojnë dhe ju do të ruani nderin dhe fen. 1. Mos u pikëlloni për atë që ka kaluar. 2. Mos e ngarkoni veten me breng dhe barr për te i mundësive tuaja. 3. Mos i fajsoni njerëzit për të metat që i keni edhe ju vet. 4. Mos kërkoni shpërblim për atë që nuk e keni bërë. 5. Mos e shikoni me pasion atë që nuk e zotëroni. 6. Mos u zemëroni me dikë të cilin nuk do të dëmtoj zemërimi juaj. 7.